Hakerat e vetëquajtur Iranian Homeland Justice, që kanë marrë përsipër disa sulme kibernetike ndaj vendit tonë pak kohë më parë, janë rikthyer me një tjetër goditje. Këtë të premte Homeland Justice ka hakeruar faqen zyrtare të Bashkisë së Tiranës duke nxjerrë atë jashtë funksionit. Prej orëve të mëngjesit, websajti zyrtar i Bashkisë së Kryeqytetit nuk ka qenë i aksesueshëm për përdoruesit dhe vizitorët nga jashtë. Në kanalin e tyre në Telegram, hakerat iranian pretendojnë se autoritetet shqiptare, veçanërisht Bashkia Tiranë, ju ka dhënë antarëve të opozitës iraniane që strehojnë në Shqipëri pasaporta dhe karta identiteti false në mënyrë që këta të fundit të lëvizin lirshëm edhe jashtë vendit. Të gjitha këto aktivitete u kryen nga Bashkia e Tiranës. Sot ata po ndëshkohen për veprimet e tyre. Ne kemi hequr faqen e tyre të internetit, kemi nxjerrë të dhënat e tyre dhe kemi fshirë serverat e tyre. Homeland Justice ka publikuar gjithashtu të dhëna të serverave për të cilët pretendon se janë të bashkisë. Grupi kërcënon se aksioni i tyre kundër qeverisë shqiptare do të vazhdojë, duke nxjerrë edhe një kohë matës që shkon mbrapsht dhe një bombë që shpërthen. Bashkia Tiranë, e pyetur nga Vision Plus, tha se po verifikon situatën pa dhënë më shumë detaje se çfarë ka ndodhur deri më tani. Në sulmet e tjera kibernetike më herët, i njëjti grup hakerash ka ndërhyrë në sistemet shtetërore të rëndësisë së veçantë në vendin tonë, si Policia e Shtetit apo Shërbimi Informativ i Shtetit, ku kanë publikuar të dhëna të zyrtarëve të lartë dhe qytetarëve.